Ndryshimet e reja për shfrytëzimin e pyjeve nga bashkitë ka lënë hapësirë për keqtrajtimin dhe prerjen e paligjshme të pyjeve në malet e Pukës. Një gjë të tillë e konstaton kryebashkiaku i Pukës, Gjon Gjonaj. Zbatimi i formave të reja për furnizimin me dron zjarri tek popullacia ka kriju shqetësime shumë të mëdha tek ato shpërdorues e mashtrues, kështu që ne jena të gëzuar sepse pavarësisht nga sforcat, nga problematika që trajtohen atje duke bën nalime, arrestime, fiksa etj, gjë për cilën ne po vazhdojmë dhe do të vazhdojmë gjithnjë në presim rrugën çdo vjedhje abuzimi në fushën e pyjeve. Me keqardhje them si ja kemi prish shefin ndokuj, por efektivisht ne po i bëjmë mirë pyllit edhe po i bëjmë mirë popullatës duke furnizuar me dron zjarri. Monella, një prej zonave më kritike për prerjen e pyjeve në Pukë, po tentohet që të marrë statusin si zonë mbrojtur. Efektivisht zona Monellës është zonë të cilët ne kemi bën të pamundur për ta shpall si zonë të mbrojtur, meqense se edhe ajo është një pjesë e cila ne na shërben për të qenë zonë mbrojtur, po ashtu ne po vazhdojmë të bëjmë shfrytëzimin e pyjeve në ato pjesë ku nuk janë të përshtatshme për zhvillim të mëtejshëm. Këto janë marrë miratimet nga Ministria e Mjedisit, vazhdon të punohet me rregull. Para pak kohësh, në Pukë pati arrestime zyrtarësh, por që më pas u liruan pikërisht për çështjen e pyjeve, çka tregon se ende atje kërkohet një menaxhim më i fortë dhe bashkëpunim institucionesh që aktualisht mungon.